Ka ndruar jetë në moshën 73 vjeçare ish kryeministri dhe lideri historik i socialistëve Fatos Nano. Prej kohësh ai vuante nga një sëmundje e rënde prej afro një muaji, ndodhej në reanimacionin e një prej spitaleve private në Tiranë. Fatos Nano është një ndër figurat më të rëndësishme të politikës shqiptare në më shumë se 3 dekada dhe një ndër figurat më të spikatura të tranzicionit demokratik pas viteve 90. Ai lindi më 16 shtator 1952 në Tiranë. Nano mbaroi gjimnazin Sami Frashëri dhe kreu studimet e larta në Universitetin e Tiranës për ekonomi. Pas shkollimit me rrëzimin e diktaturës, ai u bë themeluesi dhe kryetari i Partisë Socialiste, që nga 12 qershori i vitit 1991 e deri në vitin 2005. Ai u zgjodh kryeministri i qeverisë së tranzicionit dhe më pas mbeti udhëheqës i socialistëve gjatë viteve të saj në opozit. Pas fitores së zgjedhjeve të vitit 1992 nga Partia Demokratike, Fatos Nano u burgos me akuzën për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ai qëndroi për disa vite në qeli dhe doli pas trazirave të vitit 1997. 2 vjet më vonë Nano u shpalli pafajshëm nga gjykata. Fatos Nano u rikonfirmua në krye të Partisë Socialiste dhe më pas mori pushtetin. Në vitin 2005, Partia Socialiste humbi zgjedhjet dhe më pas më 1 shtator të atij viti, Nano dha dorëheqjen si kryetari i Partisë Socialiste, ndërsa u pasua nga Edi Rama. Si deputet i Parlamentit Shqiptar, Nano ka shërbyer në zonën e Kuçovës, Tepelenës dhe Sarandës. Nano është vlerësuar për rolin e tij në modernizimin e të majtës shqiptare dhe afrimin e politikës shqiptare me standardet europiane. Ai do të kujtohet si një nga figurat që lanë ndikim të fortë në jetën publike dhe në kulturën politike të vendit. Fatos Nano do të mbahet mend si themeluesi dhe kreu i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e ish Partisë së Punës që vinte nga trashëgimia komuniste në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik si një aktore me peshë në skenën shqiptare. Humbja në zgjedhjet e vitit 2005 do të shënonte fundin politik të Fatos Nanos, një fund i zgjedhur prej tij, duke u larguar edhe nga drejtimi i partisë, por edhe nga skena politike.